që imponoj për gjithë stafin e KQZ-s për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, signifikativ do të thoja në kuptim të ngarkesës, e shtuar kjo dhe për shkak të votimit nga jashtë. Tani, proceset që lidhen me rinumërimin, kuptohet që kanë shtuar akoma dhe më shumë angazhimin e KQZ-s dhe jemi duke shpenzuar kohë dhe energji, por që të domosdoshme. A keni një ide kur mbaron përfundimisht historia e 11 majit? Flas për ju të paktën, se edhe për ju po zgjat më shumë se... Besoj do t'jemi duke u marrë me zgjedhjet në aspektin teknik edhe juridik edhe për rreth ndonjë muaji dhe besoj shpallja e rezultatit përfundimtar nuk do t'jetë para fundit të korrikut, besoj, sepse do të vazhdoj procesi i numërimit, i rinumërimit. Do na i lini të deputetë e rinj pa pushime, më duket. Po, besoj për ta domethënie të madhe ka fakti që janë zgjedhur deputet, çështja e pushimeve se mund të jenë plan dytë për ta. Absolutisht. Megjithatë, zoti Celibashi, për performancën tuaj, çfarë do të thotë për procesin që ju keni administruar fakti që po rinumërohet më shumë se gjysma e votave në gjithë Shqipërinë? A është kjo një njoll, një pikë dobët, një moment të keq? Ka patur shumë diskutime dhe brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë formale dhe informale, por për çudinë edhe disave aty në ambientin e KQZ-s, unë kam mbështetur zhvillimin e këtij procesi, pra të kërkesave për rinumërim dhe zhvillimin e... Po jo materialeve zgjedhore. Dhe të materialeve zgjedhore. Të çdo gjë që ka të bëjë me vettingun e këtij procesi. S'ka materiale zgjedhore, në Fier s'ka, vetëm në Elbasan. Ato ku kanë kërkuar dy antarët e Kasit. Nuk do t'i përfuzoj të opozitës. Ata janë përfaqësues të institucionit. Kisha parasysh Nurin edhe Logun të këto kërkesa, jo Brown edhe të tjerë. Po. Dhe atje ku është kërkuar dhe shqyrtimi materiale zgjedhor, po bëhet. Atje ku nuk është kërkuar vetëm rinumërimi, do të zhvillohet vetëm rinumërimi i fletëve votimit. Mendoj që kjo është me dobi, edhe pse është një proces i lodhshëm dhe duket sikur vënë në dyshim gjithë çfarë është bërë në lidhje me administrimin e procesit, por ka sens që ta zhvillojmë, të kuptojmë se çfarë kemi bërë në fund të fundit, edhe gjithë secili prej nesh për të kuptuar se si ka qenë në raport me procesin. Edhe pse do duhet ta them këtë jo për të justifikuar që jo çdo element dhe komponent i këtij procesi varet 100% nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në nivelin e dytë dhe të tretë, edhe ma mirë kuptoni, shtej çdo lloj shfaqësimi, procesi administrohet dhe zhvillohet nga përfaqësues të partive politike. Është përgjegjësi e Partisë Socialiste, e Partisë Demokratike, e Partisë Socialdemokrate dhe e Partisë Lirisë. Ata që kanë numëruesit absolutisht e qartë. Megjithatë, ne përpiqemi me masa të ndryshme të karakterit organizativ, normues që t'u imponojmë në sjellje këtyre komisionerëve, por jo gjithmonë ja dalin, për të qenë të sinqertë. Ju keni qenë ditën e zgjedhjeve në Vorë. Do doja që regjia të bënte gati një video famkeqe nga Vora. Madje janë